Atëre unë ri me kushurin edhe tezen. Nga që më kanë rritur, teze si the mami. Baba nuk e njohë që të vogël. Dhe një shoqëria e rrugës është shumë e keqe se do rish me njerin që pi drogë. Pastaj do ta pish. Pastaj shikon shere nga throhesh në përshere, futesh në probleme më të mëdhaja. S'kisha frikë se e kisha mendjen e ndarë. Kjo jetë nisi që kur isha 12-13 vjeç. Pastaj kur mbusha 17 vjeç, bëra një sherë të madh. Pas sherit vajta në shtëpi. Po flia erdhi policia më mori dhe je për burrë. Kur vajta në fillim u duk çik si keq se ato ditë të vinin në mendim shumë gjëra. Ku di unë do ta shikoja mamin me as, do ta shikoja. Pas burgut, pasaj kur dola, e vazhdova atë kursin e berberit, e mbarova, mora diplomën. Pasaj u futa në shkollë, të paktën të kem një profesion në jetë. Atëre doja të besha dikushi për botën. Tani doja të bëhem dikushi për veten dhe për familjen time. Mos ndiqni rrugën e shkurtër se ajo do ju çojë më gjatë.